Unë e shoh më shumë si një lëvizje të qeverisë në detyrë që t'i hyjë në hatër administratës Trump me këtë pranim të refugjatëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë. E shoh në atë funksion, mirë, po qeveria në detyrë do të ishte dashur që edhe në këto 4 vitet e fundit të bashkëpunonte ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo tani më kur Kosova në një farë mënyrë është e izoluar nga diplomacia perëndimore dhe tani duke parë se jemi në një gjendje çfarë jemi, atëherë Kosova po bën ta them ashtu, një lëvizje përafruese ndaj Shteteve Bashkuara të Amerikës. Pra, siç e thash, kjo është më shumë për të hyrë në hatër administratës Trump sesa ndonjë diçka më e madhe.